si janë nxorin prit Sorosi, Edi Ramën, Trumpit. Ka shumë njerëz që nuk e besojnë këtë teori, edhe vazhdojnë me atë vetën, u ngrit vetë revolucioni, u bë vetë. Dje doli lajmi që një kongresmen amerikan ka ndërmarrë një nismë për hetimin, pra që ta bëjë një amendament Kongresi Amerikan nga rastet e rralla në botë, unike, që Kongresi Amerikan të hetojnë qeverinë shqiptare dhe lidhjet e saj me narkotrafikun ndërkombëtar të drogës. Pra ata e din se kush është në pushtet në Shqipëri, e din se si qeveriset Shqipëria, por deri tani ky ka pas Edi Rama ka pas ambrell çadër mbrojtëse Sorosin. Është prish me Sorosin, kush më ngjon tani nga njerëzit që ka punu me Sorosin, që i njeh strukturat e Sorosit, e di shumë mirë që unë po them të vërtetën, edhe faktin që ti Sorosi i ka thënë së fundmi pas dasmës që kontrata jonë ka mbaruar. Pra ja ka gris kontratën dhe i ka thënë bëj çfarë dush. Pra sigurisht kuptohet me zhgënjimin e tradhtisë që i ka bërë Edi Rama me bashkëpunimin me Trumpin. Pra tentativa e Ramës për t'u lidhur me Trumpin është cilësu si pabesi nga europianët, nga Sorosi. Sigurisht edhe nga çdo pushtet qeveri europiane që është nën influencën e Sorosit. Kështu lindi revolucioni i flamingove, që Edi Rama e di shumë mirë se kush ja ka kurdis, dhe prandaj vërtet çdo ditë ma ka bë Greku, ma ka bë Serbi, ma ka bë Albin Kurti, ma ka bë Irani, ma ka bë Rusia, por Rusia i reagoi, edhe Irani i ka reaguar pak, por Rusia i reagoi ta vazhdoni punët e juaja, siç i keni gatu. Dhe tani ky ndodhet, ashtu siç e kam thënë në çdo video dhe në çdo postim në Facebook, ky ndodhet në Mors, ose ndodhet në ndarën e dy oligarkëve më të fuqishëm të botës. Njëri është në pushtet, që është Donald Trumpi, dhe tjetri ka pas pushtet, tenton të marrë prapë pushtet në zgjedhjet e nëntorit në SBA me demokratët e Amerikës. Këto janë fakte, nuk janë teori, nuk janë thashë theme. Nuk e di a futet në një nga këta njerëzit që punon me Sorosin edhe paktën minimalisht thotë vërtetën këtu që është kështu. Ky çfarë bëri? Ky u lidh, tentoi të lidhet me Trumpin, se këtu ka për ta hënë keq edhe Richard Grenell, ai maskaraj që e lidhi me familjen e Trumpit. E njihni Grenellin ju, që bën tani sikur i digjet barku për Hashim Thacin e për Shqipërinë. Grenelli e lidhi me familjen e Trumpit, ju premtoi ishuje, laguna, çfarë u premtoi këtu në Shqipëri, por nuk i tha kurrë Trumpit, familjes Trumpit, fëmijëve të Trumpit, gocës, vëndrit, çunave, që kujdes nga ky se ky është narkotrafikant. Ky ka miq narkotrafikantët, edhe ruhuni. Po e mori e futi aty. Shumë shpejt do ja ndjeni zhurmën edhe Grenellit, se nuk është kot që Trumpi nuk i dha, e pat njëri aq të afërt, aq besum, edhe e ka nxjerrë në rrugë të madhe tani, nuk i ka dhënë as i pushtet as i gjë. Dhe e mori familjen e Trumpit, e degeneroi në mediat botërore. Pra lajmet që dilnin në mediat kryesore të botës, që njihen si media të majta, me orientim të majt, CNN-i, Financial Times-i,
mediat europiane gjitha ishin të sponsorizuara, ishin të yshtura nga Trumpi, pra kjo ishte nxjerrja në prik, ekspozimi i Edi Ramës dhe dolën të gjitha, e kam thënë që ditën e 2-3 me videot që kam bë këtu, dolën me titujt familja Trump grabit ishull në Shqipëri, familja Trump përfshihet në uzurpimin e pronave publike në Shqipëri, shqiptarët janë ngritur revolucione, pra të gjitha këto ishin prita në të cilën e nxori Sorosi Edi Ramën pasi i tha që kontrata me ty ka mbaruar. U ekspozu Trumpi në median botrore, do t'ja ndjej efektin, sepse përfituesi kryesor i kësaj, nëse nuk ekspozohet, nuk do ketë hetim kongresi, pra nëse nuk do vazhdojnë ky amendamenti, që unë besoj se do kalojnë edhe Edi Rama do degenerohet në sy të gjithë botës. Pra është e detyrueshme për Trumpin tani që ta ekspozojnë këtë, ta hetojnë edhe këtë përfundojnë si punë e Maduros, sepse ka zgjedhje në Amerikë. Edhe Trumpi kalon në opinionin publik amerikan, gjë të cilën nuk e fal edhe nuk e lejon kurrë. Nuk i ka ditë Trumpi, nuk i ka ditë familja e Trumpit, që është përfshi në zvërnec me oligark ordiner shqiptar, gjithë oligarkët aty, Zamir Manat e Qet Kastratat e Dulak, kush ka mund ka marrë atje, ka përly me resorte, me investime strategjike, dhe narkotrafikun ndërkombëtar që është nda, e thot edhe libri i arkitektëve, që Edi Rama është i pronari i Shqipërisë dhe ndan copa si t'i doj qefi. Ky ekspozim e ka nxjerr keq. Pra ja ka ul pikët Trumpit në Amerikë, gjë të cilën për të rikuperuar, sepse betejë e nëntorit në SBA është për jetë vdekje e Trumpit me demokratët atje. Nuk është nga këto betejat që bëj Edi Rama këtu që bonte fiktive me Lul Bashën e me këta. Është betejë për jetë apo për vdekje dhe kuptohet që ky do ta ekspozojnë se Edi Rama është një narkotrafikant, është i lidhur me narkotrafikun, qeveria shqiptare është e lidhur me narkotrafikun dhe ka përly familjen Trump pa dieni në biznese të tilla. Ky është thelbi i gjithë çfarë po ndodh në Shqipëri. Ky është thelbi i revolucionit, ky është thelbi i agresivitetit që ka Edi Rama. Prandaj unë them shpesh që dy rrugë ka ai, ose Partia Socialiste do ngrihet në lartësinë e duhur, disa deputet aty do ngrihen në lartësinë e duhur dhe do i tregojnë vendin Edi Ramës, se nuk mund t'i zvarr partia më e madhe në vend prej një grupi mafiozësh, ose nëse nuk do guxojnë ta bëjnë këta, pra nëse do fitojnë Taulant Balla me Ulsi Manjën, mbështetësit kryesorë të Edi Ramës, atëherë do të detyrohet sigurisht nga partnerët, nuk e bën me dëshirë kurrë Spaku, se Spaku është organizat thuajse si këto që përmendëm, organizat që nuk jep drejtësi, por organizat që mbron pushtetin, por ajo ndryshe nga këta është si puna e Ramës edhe ajo është e regjistruar dhe do të shtrëngohet, do t'i vinë dosjet në tavolinë dhe do t'a marrë Edi Ramën, do t'a hetojnë, do e marrë në hetim ose do e marrë të pandehur direkt për ta larguar. Rama do variantin tjetër, do përplasje civile, siç po e bën sot, që hyn qindra mijëra shqiptar në kufit me Shqipërinë, kufit hyrës, dhe i ka bllokuar me kilometra të tëra për të mos ardhur në protestën kombëtare që zhvillohet sot në Tiranë. Kjo është një poshtërsi që nuk e ka bërë kurrë një kryeministër. Unë e kam thënë edhe një herë më para prapë në një video tjetër këtë, se njerëzit i harrojnë gjërat. Është hera e parë që shqiptarët e trojeve ngrihen këmbë kundër një kryeministri shqiptar. Ka ik Nano, ka ik Berisha, ka ik Meta, ka ik Majko, kanë ik gjithë ata kryeministra nga posti në Shqipëri, po nuk është mobilizu kurrë shqiptarët e trojeve nga Maqedonia, nga Kosova, nga Malizi, nga diaspora jo për të ardhur dhe për të rrëzuar një kryeminist në Shqipëri. Janë ngrit të gjithë në këmbë sepse ky është një pabes, ky ka shpopulluar Shqipërinë, ka plaçkit Shqipërinë
dhe i ka mashtruar njerëzit me fuqinë ekonomike dhe dhunën propagandistike, me ca të poshtër, me ca maskarej që i ka ble dhe bëjnë lau natë për natë në për banaqe televizive. I ka të blera mediat me Top Channel, me Klan, me Vision Plus, me edhe Irfanin po deshët, se tani ka fillu Irfani se s'ka paguar ato detyrimet tatimore kundër këtij, po zari këtij ka qenë dhe Irfani, edhe vazhdon tjetë, dhe kërkon me çdo kusht të krijojnë kaos, krijojnë përplasje civile që të marrë në këmbim uljen në tryezë, jo në tryeza publike, në tryeza të fshehta, të marrë amnisti për vete. A do ja dalë, nuk e di. A më hera e parë është që Kongresi Amerikan do marrë në hetim një shtet në Europë për lidhje me narkotrafikun ndërkombëtar. Aty është edhe Serbia, është duke u hetu dhe Serbia dhe Vučići siç duket më i zgjut se ky, i vetëdijshëm se ku është përfshi, e ka paralajmëruar se do jap dorëheqjen. Kurse ky thot unë jo, do e marr Trumpi ishullin, do e marr investimin, do vinë investime, keni pasi vërtet? Vërtet që unë nuk tërhiqem nga investimi sepse ka frikë. Në një anë ka frikë Trumpin, në anën tjetër ka frikë Sorosin, cilit i ka shkel besën, e ka hëngër në besë, ashtu si që ditë bëjnë këtu. Se ky ka kujtu që Sorosi është si Sajmir Tahiri, është si Erjon Velia, është si Ben Ahmetaj, pra është tregu amator, megaloman e i pabes si që është ky. Po ndryshë është situata dhe sot ndodhet në ditët e tij më të vështira që nuk do ta kalojnë, edhe ata që shpresojnë se ky do e kalojnë dhe bëjnë, nuk ka kthim mbrapa më kjo për Tiranën. Tani pyetja është si do shkojnë puna e këtij, do përfundojnë si Maduro apo ata do shtrëngojnë spakun edhe do e degenerojnë këtu brenda vendit. Deri atëherë ta shohim, por situata kjo është. Sorosi qëllimisht e nxori prit politikisht për t'i prek kokën e Trumpit.